Përshëndetje. Ishte një problem i internetit dhe nuk e di, u shkëput lidhja me Olta Gixharin. Ne do bëjmë një lidhje me Olta Gixharin, ajo për momentin ndodhet në Spanjë. Ju përshëndesim të gjithëve ju ndjekës të revistës Story. Unë jam Klotilda Harka. Jemi sërish këtu për personazhin e javës. Me Olton do bëjmë një bisedë shumë të bukur, kam përshtypjen se përveç faktit që ajo është tip, kjo është intervista e saj e parë që i jep në një media, që pas dhënies së lajmit se ajo pret një beb, domethënë do bëhet mami për herë të parë. E presim Olton të futet në linjë dhe shpresojmë që mos kemi më probleme me internetin. Që këto live-et në Instagram janë bërë shumë popullore, që të gjithë po thuajnë në Instagram. Olta, nuk e di se problemi pati? Në fakt, unë këtu jam në një vend malor, për momentin, jam në një fshat të vogël, shumë të bukur, të Spanjës. Këtu është një natyrë shumë e bukur dhe interneti ka pak probleme, me thënë drejtën, por fisha as kemi probleme. Presojmë ti duke shumë bukur dhe nuk duke shfare. Do më thonë, tek pjesa e portretit që shoh unë nuk duke shfare si kur jeshtë atë zanë. Shqyqyr, faleminderit. Po, për që ti mund t'jesh shumë afër, do më thonë më shumë afër lindjes se sa, do më thonë mund t'jesh nga cili muaj mund t'jesh tani, aktualisht. Të them të vërtetën, kur bëra këtë pyetje në Instagram, me foton që postova dhe çfarë muaj mund të jem, e para më vjen shumë mirë që të gjithë e morën shumë mirë këtë gjë dhe askush nuk më gjykoi etj, sepse ka njerëz të çuditshëm, ka mendime të çuditshme, tutti gusti sono giusti. Dhe më ka bërë shumë përshtypje, vetëm njëri i ka rënë në kokë. Dhe po them njëri sepse ai që i ka rënë në kokë është mashkull. E po, pse në dyshim ti meshkuj ndonjëherë kanë me eksperiencë në këto gjëra. Dhe po, eksakt. Ky zotria kishte vërtet eksperiencë sepse unë hyra në profilin e tij se u bëra shumë kurioz dhe atë gjë e parë që mendova ajo ishte që ka fëmijë dhe kishte fëmijë. Dhe më vjen shumë mirë këta meshkuj që janë kaq vigjilent ndaj partnerëve të tyre në këtë çast që është çasti më i rëndësishëm i jetës. Është shumë i rëndësishëm dhe shumë i bukur. Ty Olta të erdhi ishte diçka e planifikuar? Ishte e planifikuar, madje unë di dhe kur është zënë. Kështu që ishte e planifikuar çdo gjë dhe faleminderit Zotit erdhi në mënyrë të menjëhershme. Pa strese, pa probleme. Nuk do ta zbuloj ende sa jam. Do ta zbuloj pak më vonë llogarinë time në Instagram. Po, të një dhe unë pak kështu, të them unë një gjë kot. Po. Sa t'jam dukur ty? Mua mi e dukur, do me thënë pas muajit e 6. Pas muajit e 6. Okej, nuk e di. E di çfarë mund të bëj unë për ju, do çohem në këmbë tani dhe ju do t'ju tregoj barkun, okej? Është shumë e mirë, të doni. Inshallah nuk më thojnë sa e bër. Jo, kuroj sepse unë, ja. Atëherë ndjekësit le të bëjnë një kështu një garë me njëri tjetrin se sa muajsh mund të jetë Olta. Kaq është barku. Po, është vetëm bark, shofun, pesh, diku tjetër. Po këtej mos i shifni. Me thënë drejtën kam vënë më shumë këtej se sa këtej. Ato i ke pasur gjithmonë ti Olta dhe ti kemi parë. Kemi parë. Dhe ato i ke pasur minat. Më ka ndalë pak jashtë kontroll. Mos qaj, Klodi, s'ka gjë. Unë jam shumë mirë. Mos qaj mirë shpirtu, do vinë Shqipëri, ç'ke? Do vi prapë. Të them të drejtën, të drejtën personazh që do të thënë je nga më të dashur. E mirë. Ka qef. Do me thënë, unë mbaj mend që kur kam dalë për herë të parë të pamje nga ura nga 2008 ka qenë, që atëherë një me ty. Dhe që atëherë të kam dhënë intervistë, që atëherë më ke hyrë në zemër. Po jo, të përgëzoj vërtet sepse je një nga gazetarët shumë
shumë e drejtë në formën se si bën intervistën dhe në formën se si e transmeton atë, se kjo është gjë më e rëndësishme sot, se si transmeton lajmin. Faleminderit. Po kjo është, jam përpjekur që të jem gjithmonë e ftohtë, pa futur as anën time preferenciale për një personazh, po as edhe inatin që mund të kem, se ndodh edhe se kemi keq kuptime me personazhet, na keq kuptojnë. Kështu që unë nuk ndikoj. Është shumë lehtë, po. Është lehtë sot shumë të keq kuptohesh, është shumë e lehtë sepse njeriu është egoist nga natyra, egoizmi ka lindur është e vjetër sa toka, egoizmi i njeriut. Dhe ne jetojmë pa diskutim në një botë të tillë. Dhe sa më shumë bota të shkojë drejt materiës, aq më shumë egoizmi do nënvizohet në shoqërinë tonë, pa diskutim. Por gjëja më e mirë është që ti marrësh gjërat pozitivisht dhe ti vësh njerë tek vetja përpara se të vësh gishtin tek tjetri. Kjo do ishte perfektja, nuk e di nëse unë e bëj gjithmonë, po të paktën si teori e di dhe është gjysma të keqes kur e di sepse ndonjëherë pa diskutim që e aplikon, domethënë. Jo, shumë e mirë që të arrish ta kuptosh këtë gjë, sidomos në botën tuaj, sepse ju artistët i keni shumë të theksuar ato çështjet e egoizmit edhe të konkurrencës, apo jo? Tani, para se të hym tek çështja te jeta jote që po bën, doja të bëja një pyetje për aktrimin, për shëmbjen e teatrit. Të ma thuash pak mimin, të lutem. Mimin. Tila, ma thëç mimin, shikosh aty poshtë. Të lutem. Kush është Mimi? Është një mikesha ime e reja, do ta sjell tani ta shikoni. Po më shef aty nga larg, është kështu e vogël, kaq e vogël. Ja ta shoh. O Mimi, hajde. Nuk është emri që ja kam vënë unë. E gjeta gati me këtë emër. Po si sa emër është? Shumë e mirë. Domethënë Mimi është goc apo çun? Goc. Meu! Goc. Jo, nuk do të thot asgjë. Nuk do të thot gjë. Okej, nuk po e marrim. Nuk po e marrim kështu sikur është një shenjë e asaj që e bebit. Mirë, e bëjmë pyetje ndryshe. Ty të pëlqen çun apo goc? Fëmia i parë. Burri ime do çun, me patjetër. Kështu që unë do doja që t'i plotësoj dëshira e tij, duke qenë se unë nuk është se kam problem. E po më duket se çun është. Nuk e di, inshallah, nuk e kemi parë ende. Olta, që e keni parë, se ai duket që më bëjnë e gjithë mua thoti. Jo, nuk e kemi parë, me dëshirë nuk e kemi parë. Ndoshta, nuk e di se çfarë ndodh tani në këtë botën e shtatzani, në këtë çështje e shtatzanive. Më kupton se ka evoluar shumë koha, mund të ketë edhe zgjedhje edhe në këtë pjesë. Po kam përshtypjen që partneri im e di, unë nuk e di. Njeriu që se di amon. Po, mundet, se kur po edhe po ma bën pak për kastile, se nga që e din dhe unë them gjithkohë që nuk e kam problem, çfarë do lloj gjëje. Unë do doja shumë të kisha në jetën time një vajzë dhe një djalë, do doja shumë. Nuk ka rëndësi kush është i pari. Po, edhe do i kesh kam përshtypjen. Nuk e di, ekzistojnë formulat tani, ekzistojnë formulat, apo është thjesht një mit, çështja e formulës. Nuk e kam ide. Di që një miku im tani që u bë me vajzë, kishte ndjekur një formulë për të bërë djalë, ku diun se kishte ndjekur sa pozicione yjesh, planetesh, ditësh, datash caktuara, dhe në fakt u bë me vajzë. Kështu që unë besoj më shumë tek fuqia e energjisë personale që ne kemi, gjithsesi që ka brenda vetes, më shumë se sa tek formulat që e kuptoj. Olta, meqense ti je pjesë e kinemas, teatrit shumë, edhe të themi të drejtën, nëse kishe ndonjë kështu u ndave pak keq nga teatri, ose nuk u ndave, të pushuan nga puna, diçka e tillë, si u ndjeve ti ditën që more vesh që teatri ishte shembur? Atë mëngjes isha në gjumë, atë mëngjes, dhe
erdhi më zgjua i partneri im dhe më tha, çou, të çfarë ka ndodhur? Çou më tha mua se kanë prish teatrin. Edhe isha kështu, nuk e dija fare, nuk e dija, s'kisha asnjë sinjal, nuk isha out komplet. Po. Dhe jam zgjuar natyrisht e lajmet, natyrisht lot, qava, unë ndjeva shumë keq, shumë keq. Dhe e di ku do ndjem akoma më shumë keq? Kur do shkoj aty, se në perceptimin tim vazhdon, ekziston. Kupton? Kur do shkoj aty dhe do ta gjej të shëmbur. Po, ti se ke parë akoma atë zonën aty që është bërë shkret, madje dhe është pastruar. Se ke parë. I kanë hequr ato? Po, i kanë hequr. Më erdhi shumë keq të paktën nuk shpëtuan kostumet. Nuk i kanë shpëtuar me sa di unë. Aha, kështu tha, po. Megjithatë, çfarë do ndodh me jetën tënde? Se u fol që partneri të ka rrëmbyer në Spanjë, në Thonjza, dhe të ka shkëputur nga karriera. Çfarë do ndodh tani me jetën e Olta Gixharit, një vajzë që shquhet për protagonizmin e saj? Edhe nëse nuk do ti, të vinte të marrin ty për spektakle, për... Dgjoj. Unë kam investuar shumë në Shqipëri, pa diskutim. Dhe unë nuk është se do ta hedh poshtë Shqipërinë, nuk është se poshtë jo, po nuk është se do ta harroj Shqipërinë. Unë jam tani në një fazë të jetës që nuk bëj dot asgjë përveç se të kujdesem për veten edhe për bebin që kam këtu. Po e shijoj maksimalisht këtë periudhë dhe nuk e di, gjërat në fakt më erdhën shumë bar, edhe kjo pjesa e karantinës, pjesa e izolimit, më erdhi shumë mirë tani që jam shtatzan, sepse mbase nuk do isha kaq shumë e qetë, nuk do ta shijoja kaq shumë nëse do më vinin projekte dhe nuk do mundesha do t'i bëja për shkak të rrethanave që jam. Dhe gjithë kjo periudhë, fal Zotit, më ka ardhur shumë bar. Tani e kam stakuar trurin, nuk dua të mendoj asgjë përveç se të kujdesem dhe kam hyrë në këtë botën e bebeve tani, që shikoj non stop rroba, po të shikosh, kam bërë follow faqe bebash pafund. Dhe i shoh gjithkohë. Ta lë pak mimin poshtë se më duket se do bëj çiçin. Okej. Ta marr më vonë. Dhe kam hyrë në këtë botën dhe tani diskutimet e mia gjithkohës janë çka karroce do marrim, si do ta veshim, krevatin sa të madh, ku do e vëm, ku do e pozicionojmë, do ja bëjmë dhomën tani apo do ja bëjmë kur të shkoj 1 vjeç. Këto janë bisedat e mia. E kuptoj. Nuk kam biseda tjera. Po, e përmende pak të parë dhe nuk the as dashuri, as partneri, po the burri im. Po. Me celebrim, mos ndoshta i martuar dhe ne nuk dim. Jo, akoma, po do ndodhi shumë shpejt sa të hapen këtu komunat, gjëra. Do ndodhi kur të lind normalisht. Do martohesh këtu në Tiranë apo jo? Jo, këtu. Celebrimin do e bëj këtu në Spanjë. Si? Celebrimin do e bëni në Spanjë. Po. Po, keni plan të bëni ndonjë dasmë private ose diçka të Po, kemi shumë dëshirë. Madje kishim diskutuar që të bënim një dark, le të themi, ose një ceremoni, nuk e di si quhet, se këto darka ceremonit nisin gjithmonë si modeste të vogla dhe pastaj përfundojnë se do ftosh një shoqe, do ftosh këtë, do ftosh atë, dhe fillon lista hapet dhe pastaj përfundon në një dasëm tradicionale që ne nuk e duam fare. Normal. Po, dhe e kishim shumë dëshirë të bënim një fest, le të themi, një fest vogël, po do ta bënim në Shqipëri këtë vit. Do me thënë, vetëmi plan që na është prishur në Thonjza këtë vit, kjo ka qenë, gjë që portalet e nxorrën, kështu që nuk është se po them ne gjë të re unë. Po, normalisht që u prish dasma. Tani, mund të na kur do e shohim atë fat lumin tënd? Atë që ti rri dhe e të shmënd kam përshtypjen me ato tekat e tua. Ai nuk do fare kështu gjërash. Nuk i do fare dhe atë fotografi, e vërteta është që atë fotografin që kam postuar, të vetme, kam pasur dëshirë ta postoj me kohë. Po
si, domethënë nuk u bë, si thua, gjërat janë të shkruara ndonjëra, çdo gjë ndodh për një arsye. Edhe tani ishte momenti dhe e postova. Por partneri im është njëri shumë diskret, domethënë, nuk i urren këto kamerat, videot, fotot, gjitha këto me këtë jetën e showbizit etj etj. Dhe emocionohet shumë kur del ndonjë lajm për mua, nuk do fare, bëhet shumë, nuk e do, bëhet keq. Kështu që nuk është person që ka për dalë ndonjëherë në kamerë apo përveç asaj, ai është ashtu vetë, por dhe unë vetë do doja që t'ishte një, domethënë partnerin tim ta kisha për veten time, nuk pse duhet ta nxjerr them ky është. Nuk e kuptoj këtë se më kanë shkruar shumë kush është. Është dikush që nuk e njihni, e kupton, nuk është person publik, s'ka lidhje fare. Po, a mund na bësh përshkrim ota? Jo. Jo. Është shumë i bukur, kaq. Kush është më i bukur, ti apo ai? Ai. Po kjo gota bukur që shoqja ime e re. Pa, Dhe i thuash pak atyre ketal? Dhe i flasësh pak? e Pse e bukur është? Të ngjan shumë për zotin. Kjo është mikesha ime këtu. Ne rrim të treja. Kjo edhe Mimi, rrim të treja shumë na. Po, të ka mësuar ndonjë fjalë spanjisht, ke arritur të komunikosh? Po. E kuptoj komplet nga italishtja, sepse italishtën e di shumë mirë. Por sa ngjashmëri ka, aq edhe ka gjëra komplet kundërta. Kështu që e kuptoj. Nisa një kurs në shtëpi tani këtë periudhë të karantinës. Bëra 7-8 leksione dhe e lash pastaj. Ka të durim? E lash sepse në këtë periudhë në shtatzanis harroj shumë. E mësoja unë që mësoja gjithë ditën, në darkë. Ma pyeste ky partneri im darkë, unë s'di asgjë, mesha 4. Më thënë, ai është profesori yt i spanjistes, partneri. Po, ai di shumë mirë. Po, si e kalon ditën tani që je shtatzane dhe nuk merresh me profesionin tënd, si thuash, të mërzitesh ndonjëherë, ç'a bën gjithë ditën? E para njërë këtu është një klime mrekullueshme. Këtu është diell gjithmonë. Duke qenë se unë jam një natyrë shumë lunatike dhe jam natyrë që ndikohem shumë nga moti, nga koha, kjo më bën që t'jem në shumicën e kohës më bën që t'jem e lumtur. Dielli, unë banoj 30 metra larg detit. Unë me detin jam kështu, jo e dashuruar, po nuk jetoj dot pa detin. Pa të gjitha jetoj, pa detin jo. Kjo nga Durrësi një gjë që Po më dëgjon? Po më dëgjon tëm? Më shkëputej Çiklodi. Okej. Isha duke thënë që si Tani po. aty deti është një deti të ka shoqëruar gjithë jetën derisa e rritur. Gjithë jetën, po. Natyrisht. Dhe kjo më bën që të kem një humor shumë të mirë pa diskutim. Nuk e përjetova aq keq karantinën sa që prisja, sepse dhe shtatzani jam dha pak për ta cilët themi. Po, normale është. Flia me orë më të gjata, pata nerva më shumë të rria në divan, ke parasysh se unë jam pak natyrë që e kam ankthin e kohës. Domethënë kur mikën koha kot, mypën ankthi, fillon më kap zemra, kështu bëhem shumë keq, o bo miku koha, them. Po këtë periudhë kam qenë shumë e qetë. Bëj shëtitje bregu detit, dal në qytet tani që është hapur, shikojmë filma, dokumentare, lexojmë nga pak, vim këtu te disa miq tanë në fshat, që kanë një shtëpi kështu shumë të bukur në fshat. Ndrohemi, domethënë kemi disa miq që takohemi, kalojmë kohë të bukura. Kështu më çfarë do të bësh tjetër? Domethënë ti tani do jetosh aty. Po unë si fillim unë do lind këtu një herë. Bebin do ta bëj këtu. Gjë që e kisha planifikuar që para se të ndodhte karantina, në sensin që para se të ndodhshin gjithë të izolimet që ndodhen në Mars, kisha menduar që nëse
do lindja në Spanjë. Pastaj do të kthehem. Do kthehesh, do I kthehesh jetës normale, si do vazhdo jeta jote, duke qenë se unë Nuk e di. Je në Shqipëri. Do jetë një martesë në distancë? Jo. Jo, ku rrim dot ashune? Nuk rrim dot. Nuk rini dot, me që nuk rini dot. Çfarë dashuri është kjo juaj? Është shumë pas. Shumë e madhe, po, shumë. Është kështu, skandal. Olga, mund të, me që se emri nuk na e thua një gjë kështu të tipit që ku njohe me partnerin tënd. Po se di, am një bleje ta them. Po Po dhe mërë ta them, ku jemi njohur? Po qa dush dot? Se po më pyesën ku jemi njohur. E themi në një herë tjetër më mirë, se edhe këtu ndërpritet edhe i humbet magjia. Jo, nuk ndërpritet asgjë, këtu vazhdo normalisht. Sa e poshtë. Unë kështu, hiqeni internetin, hiqeni. Na e trego tani, po do të themi një gjë, ne s'ka ndonjë gjë të keqe, pse? Po. Tregoj kur si çdi ta tregosh ti. Ne e bukura e njohjes tonë është që jemi njohur për Krishtlindje. Dhe Kaq. Mirë, kur u putët për herë të parë? Për Krishtlindje apo Krishtlindje? Jo. Vërtet, nuk po tallem. Po se unë i ka erdha, pastaj u pusëm. I ka erdha shumë herë. Pastaj. Po, e vërteta është, e di çfarë Klodi është shumë e çuditshme. Ndonjëherë gjërat që thua ose që nuk i beson, ose që thua unë nuk do e bëj kurrë këtë, ato të ndodhin. Për shembull, unë nuk besoja kurrë te lidhja në korrespondencë. Unë nuk besoja kurrë që do krijoja një marrëdhënie dashurie të madhe dhe një jetesë, bashkëshortore, etj, çfarë do lloj gjëje mund ta quash, me dikë që jeton jashtë. Nuk besoja kurrë në lidhjet në distancë. E kuptoj. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse unë ika, domethënë që i ka erdha shumë herë derisa e morëm seriozisht si thua, derisa dhash puthjen e parë. Sepse nuk besoja, e kupton? Po, nuk besoja. Por njëri nga ne normalisht duhet të këmbgulte që të tregonte forcë dhe besim në këtë marrëdhënie, që marrëdhënia të shkonte të evolonte më shumë siç ndodhi. Edhe kush këmbguli nga ju të dy? Po, natyrisht që ai. Qa tip je ti, Olta, në këtë lidhje? Je ajo xhelozja e çmendur apo je indiferentja që çmend atë? S'jam asnjëra as tjetra. Jemi në një paqe dhe një harmoni shumë të mirë. Nuk kemi nevojë fare të merremi me këto lojra, jo të më bëj ose ta bëj xheloz. Nuk merremi fare me këto, madje i quajmë shumë vogëlsira, jemi shumë të pjekur për të marrë me këto budalliqe. E kuptoj, po është folur shumë për jo e ka të dashurin të pasur, gjëra të tilla. Ç'mund të thuash për këtë pjesë? Inshallah, ju lumt goja. Pyete pak. Sa para ke në bank, i thuaj, me që është aty. S'mi tregon. S'mi tregon. Asun t'ja tregoj. Mirë të përni, do të bani si menaxhoni vërtet paranë, se unë jam gjithmonë kurioze si menaxhon një çift i dashuruar që fillojnë bashkëjetojnë, si menaxhojnë paratë. Më duket sikur ulen në tavolinë dhe thon tani sa para ke ti, sa para kam unë. Hajde diskutojmë pak. Po në fillim kështu kemi qenë që domethënë fillimet tona, unë pagoja dhe unë shumë herë dhe ai, nuk pagonim të dy. Nuk është se pagonte vetëm ai. Po. Kush tash i kuaj muhabet. Tash nuk Olta, nuk ka më rëndësi kush. Pse zgjodhe partnerin jashtë botës së artit? Mendon se do të kuptoj
Po unë s'kam qenë kurrë e lidhur me një njeri të artit, ose me njëri të famshëm. Asnjëherë në jetën time. Nuk kam qenë kështu. Edhe gjithmonë e kam thënë fakt, dhe fal Zotit, shqyr që ka ndodhur se mund të ishte edhe kjo në një nga ato gjërat që thashun që atë që s'do atë të bie. Po nuk kam qenë asnjëherë asnjëherë nuk kam pasur nuk e kam pas opsion që mund ndodhi diçka me një të artit. Po pse çfarë problemi kanë këto të artit? Nuk është se kanë problem, nuk kanë asnjë problem. Thjesht unë do doja gjithë jetën time kam dashur një partner që nuk ka lidhje fare me artin, edhe më duket e drejtë kjo gjë. Domethënë që në profesionin ton ka shumë xhelozira dhe femër mashkull, ë? Është e çuditshme ta thuash, po ka. Domethënë, ndonjëherë bëhen më shumë xheloz bëhen meshkujt se sa femër për femër. E kupton? Po. Edhe mund të ekzistojë xhelozia në çifti kur janë të dy artistë aty? Domethënë po, patjetër që po. Patjetër që po. Mund të ekzistojë. Patjetër, por është një gjë lehtësisht e menaxhueshme. Nuk di të them, domethënë nuk paragjykoj dot domethënë nuk e paragjykoj dot këtë lidhje, por unë vetë nuk do ta doja. Dhe ashtu kam vepruar deri tani. Po partneri yt ka rrjete sociale? Jo, fare. Fare? Sa mirë. Po s'ka pasur njëra apo ja ke imponuar ti? Jo. Unë bilet po I them, hapre një Instagram, shif mua të paktën ç'a bëj. Jo, nuk ka dëshirë fare, s'ka lidhje fare me këto punë. Me çfarë po shikon aty në Spanjë? Është aty jeta që ti ke ëndërruar, ke dëshiruar? Çfarë të pëlqen dhe çfarë nuk të pëlqen në jetën që bëhet aty? Po këtu më pëlqen shumë se njerëzit janë shumë të lirë, e kupton? Janë shumë open në çdo gjë, janë shumë është e çuditshme, nuk askush nuk të sheh, askush nuk të kushton vëmendje kot, kupton? Janë shumë njerëzit janë shumë të lirshëm, shumë nuk është komplet një mentalitet tjetër larg Shqipërisë. Shumë larg, vite drejt larg. Emancipimi është shumë I madh këtu. Po me biznesin që ke që hape në Tiranë, në Shqipëri, nuk e di se ku hape. E shite? Po, e shite. Para karantinës? Po, diçka pak ditë para se të nisesha për këtu. E kam shitur. I parashikova gjërat Klodi, se jam shumë e mençur, e kupton? Ja. I parashikove ti se re në dashuri kokekën? Jo, po. Jo, përveç asaj, e shita sepse parashikova gjendjen dhe nuk e kaloja dot më. Nuk e vazhdoja dot më ashtu. Por, unë këtu kur erdha në mars, kam ardhur me një valizhe të vogël, sepse do rija vetëm 10 ditë në mendimin tim. E kupton? Dhe pastaj do vija më vonë që të rija më gjatë, pak më vonë. Nuk e kisha të parashikuar kaq shpejt këtë gjatësi ndonjëje, por kështu ndodhi shumë mirë, domethënë. Prandaj thash çfarë që mua karantina e gjithë izolimi më kanë marrë për mirë, nuk më kanë marrë për keq. Ti e shijove tamam, domethënë sepse të jesh të zane dhe të mos dalësh, është një lloj privimi deri diku, jo se s'mund të dalësh të zan, po jetë trepi nuk mund të bësh, apo jo, të bësh jetë nate. Mundesh? Jo. Po nuk kam dëshirë unë edhe përpara. Nuk e pasur dëshirë. Nuk kam bërë ndonjëherë nuk kam bërë ndonjëherë jetë natë, domethënë edhe po të shikosh juve që nuk të falni portalet e tjerë, mua asnjëherë nuk më kanë kapur natën, rrugëve ose nëpër lokale, asnjëherë. Nuk dalun, jam shumë. E di ku të kapnin paparacët ty vetëm në plazh. Në plazh? Po, aty mund të më kapin gjithë jetën. Fotot e tua vetëm në plazh nga paparacët. Po aty po plazh. Ka
filluar Jo, klasa? nuk lejohet lash këtu akoma. Akoma. Do me thënë këtu të thonë shife detin, afroju, po mos u laj, mos e prek. Tortur. Tamam, torturë vërtet. Të pyes pak në lidhje me familjarët e partnerit. I ke takuar, si është marrëdhënia jote me ta, ku jetojnë? Në Tiranë, po. Jetoj në Tiranë dhe patjetër që jemi takuar. Gjithë bashkë, familjarisht. Po, ndonjë unaze, ke në gisht, Olta? Nga kjo lidhje? Tani jam fryrë, nuk mbaj dot asgjë. Po, e ke marrë një unazë? Janë fryrë shumë gishtat. Po, natyrisht. E ke marrë një unazë? Një, po. Po, pres të dytë. Çfarë hobesh keni të përbashkëta me partnerin dhe ku jeni shumë të kundërt, sa ndodh ndonjëherë që të thotë të lutem zemër vetëm këtë mos ma kërko? Se di se kam menduar ndonjëherë këtë, dëgjoj. Edhe kam harruar në fakt se si kemi jetuar pa karantinë, se u bë shumë gjatë realisht. Edhe kam harruar se qa, tani jemi kështu në unitet të plot, sepse janë shumë pak gjërat që mund të bëjmë, sepse ne vazhdojmë në izolim këtu. Natyrisht që Spanja është liruar pak, por pak, jo shumë. Do me thënë lokalet janë hapur vetëm ato që kanë... Juaj parti këtu. Është ajo gota vogël mistrecia që me zi po e mbajnë atje lidhur. Po s'ka gjë le di aty. Jo, se i del turpi dhe të shkatron, të merr telefonin, fillon bën këto gjërat e veta. Kështu që s'po e lën më mirë. Po edhe u kam harruar se si jetohet pa karantinë, domethënë. Po, nga miqtë tu në Tiranë, si kanë reaguar kur morën vesh ishte shtatzane? Morën vesh gjithë nga rrjetet sociale apo kishte edhe miq? Jo, mikeshat e mia, po, mikeshat, ma të pak mimin, të lutem. Mikeshat e mia të ngushta e morën vesh nga unë, domethënë. Ishim në lokal, duke drekuar, edhe i thash lajmin. U gëzuan shumë natyrisht. Po kur bëhet pastaj gjithë pjesa tjetër, faleminderit. Gjithë pjesa tjetër e mori vesh nga Instagrami. Miqtë largët flas. Ama provokuese madhe je. Edhe foton është tanis, e ke dhënë me një foto shumë provokuese. Të them të vërtetë. Po. Po e bëj pa dashje me. E bëj pa dashje. Je e madhe për zotin. Bravo të qoftë. Më pëlqen shumë për tipin që ke, Olta. Po, kam dashur më shumë ndoshta ajo foto në fakt. Nuk më pëlqen, pa hajt varja. Më pëlqeu shumë ngjyra, gjëja. Sa foto nuk është të më pëlqeu shumë. Jo, unë nuk e pash, domethënë se ku ishte ti është ndosh aty përveç se ai sa duhet. Jo, po live jam shumë më pak sa aty. Aha. E kuptoj. Kisha dalë ato tutat, shumë keq me ato tutat, shumë e gjerë, nga që janë siç janë të gjëra dhe dukesha më shumë se isha, se jam. Po shumë pasion. Ajo foto e bërë tani një javë gjysmë, a ditë që është postuar, një ditë para është bërë, 2 ditë para si foto. Shumë pasion mes shiftit, këtë kuptova. Këtë kuptuan të gjithë. Për këtë foto po fleti, se unë po flas për foton me barkun. Jo me barkun, Olta, unë flas për foton e parë, kur ti... Më fal, atëri të gjitha mbrapsht. Deri tani, okay, deri tani fola për foton time me barkun. Më fal. Jo, unë foto vetëm që kam nxjerrur me barkun, thash nuk më pëlqen shumë dhe kam dalë shumë e shëndosh me ato tutat. Nuk dukesha mirë, po më pëlqeu e tëra, jeshile, ajo bluzja vogël, ajo pema, shekullora aty, edhe nxora varja. Për foto me partnerin thua? Për foto me partnerin, foton e parë. Ajo është super foto got. Po pra. Kush e bëri atë? Ajo është fantastike. Kush spanjoll e bëri atë foto? Ajo është foto celulare, nuk është foto profesionale. Jo, okay, po, apo e vendosë celularin aty dhe... Jo, një kalimtar.
Një Në Kalimtar mi aty, ishte plot me njerëz, po është bërë verë në shkuar, nuk është bërë këtë verë natyrisht. Se tani nuk, akoma se kemi provuar detin e kësaj vere. Do të thonë, ajo ishte një foto ku ti nuk ishe 7 xham, e kuptova. Jo, është e vjetshme. Dhe ajo foto, unë kam dashur ta postoj për kohë, thash, por gjëra asgjë nuk ndodh rastësisht. Thjesht ty, pastaj harrova varja, edhe e postova tani. Domethënë ato foto gjithsesi do ta postoja një moment. Olta, beson ti tek martesa që mund të zgjas gjithë jetën? Po besoj. Beson? Besoj, po. Besoj dhe dua të vazhdoj të besoj gjithmonë, sepse është një energji që njeriu e thret, nuk dua fare ta mendoj ndryshe. Përveç asaj, unë jam rritur një familje që edhe ata besojnë te martesa dhe kanë një martesë gjatë dhe të shëndetshme, kështu që besoj edhe unë. Do të thonë, ekzistojnë modele. Ti thua se në momentin që je rritur në një familje të konsoliduar, do vazhdosh ta tregosh si të thuash këtë punën e martesës. Po kohët kanë ndryshuar, ama duhet të themi edhe këtë. Që kohët kanë ndryshuar, që jeta është bërë shumë intensive, që njerëzit janë bërë shumë, do të thonë, rendin pas gjërave të reja. Si do arrish ti të mbash një martesë gjithë jetën? Më thuaj, ke një ide? Ose jo ti, po çfarë këshilla mund t'u jepje të tjerëve? Mendoj që një martesë e suksesshme duhet të kesh shumë respekt për veten. Mendoj që nuk duhet ta humbasësh kurrë vëmendjen nga partneri dhe nga familja natyrisht. Mendoj që mos harrosh kurrë të kujtosh dhe të risjellësh veten se kush ke qenë dhe si je. Domethënë mos martohesh dhe të presësh flokë të shkurtra, e kupton? Sa do të them? Ke parasysh mamat tona të shkretat martoheshin dhe prinin flokë të shkurtra, i bënin kështu. Ishin dorë nga seksualiteti, ëh? Nga të qenit të bukur. Eksakt. Mendoj që nëse bëhen këto gjëra, ka dhe shumë gjëra tjera, natyrisht, por nuk dua të hyj tani në të thella shumë. Po që besoj që këto janë disa gjëra bazë që duhet i bësh. Nëse i ke bërë pastaj dhe prap nuk shkon, nuk është pa jote, kupton? E kuptoj. Po që mendoj që martesa do yzmet. Po, normalisht. Kështu mendoj edhe unë. Nuk mund të ecë martesa vetë, hajde u martove tani dhe gjithçka do ecë. Unë mendoj që tani fillon puna më e vështirë. Po të lodh, të tremb, se je mësuar gjithkohës vetëm duke në një liri absolute. Nëse jeme një personin e duhur, jo. Nëse jeme personin e duhur, jo, as nuk të tremb, as nuk të lodh. Unë kam qenë një nga personazhet, nga personat që thoja që është shumë e vështirë që unë të jetoj me dikë, se jetoj vetëm, dua liri, etj. Lirinë time brenda në shtëpi nuk ka problem, sepse unë e kam thënë disa herë, duket si e pabesueshme, po unë jam njëri që rri shumë në shtëpi. Edhe rria shumë në shtëpi, vetëm. Ja, gafore, po. Horoskopi, nëse do besojmë gjithmonë. Po, edhe ma thot dhe shenja horoskopit që jam shtëpiake. Por që unë kam qenë një nga ato që thoja, dhe shumë e vështirë. Pastaj, ku diun, gjërat vijnë shumë natyrshëm, nuk ka receta. E kuptoj. Çfarë po bën për të mbajtur trupin në formë? Çfarë po bën ndonjë gjë të veçantë? Nuk haj shumë, jo. Nuk haj shumë. Jo. Sot kam ngrënë gjithë ditën kosin e mëngjesit që ha çdo ditë me tërshër, me fruta, me mjaltë, me arra, një kos kështu. Po. Dhe kam hëngër makarona, spaghetti në drek me pesto rukolash me ku diun me çaj kishim bër, ma ka bër sepse gatoi kjo me kesha ime këtu. Spaghetti kaq. Gjithë ditën. Deri tani që është ora ora 8:30. Do të thonë, po pse gjithë ditën vetëm to të dyja. Po, është një ha shumë fruta. Shumë fruta. Te frutat kam kështu babzi.
ta ka këshilluar dikush një Jo. mjek nutricient. Jo, jo. Jo, sepse lexojmë në internet shumë, shikojmë, gatuajmë shumë mirë vetë, pa vaj, gatuajmë shumë mirë në shtëpi. Kush Dalë keshëm këtu, më duket se më djeg drita mua këtu. Po të bje pak fare drita. Po pra shumë keq. Tregullohem urgjent. Po. Kush gatuan në familjen tuaj? O prit se dua ta rregulloj këtë. Rregulloj s'ka ty se ku jemi ne presim. Po, të dy gatuajmë, të dy. Unë kështu që rregulloj këtë dhe i prish gjitha dhe i jet. Të dy gatuajmë. Të dy. Po edhe partneri im gatuan shumë mirë. Partneri është aty kujdesshëm. Është aty për momentin, partneri? Po, pa tjetër, ku do shkoj o patë? Ku do shkoj ai pa mua? Po, pse nuk e bind që të dal pak, ta shohim? Po s'dua asun, pse? Beshaka pra keq po më bie drita mua. Më ka djegur. Provo të shkosh afër asaj pemës, se më duket se e ke ndriçimin këtej. E po kjo tavolina ku kam vënë unë telefonin është betoni dhe nuk e lëviz dot. Aha. Edhe unë në fakt nuk jam më mirë se sa ty, po. Jo, je shumë mirë ti. Më bie edhe mua një dritë këtyre ndriçimeve sipër, po s'ka problem se nuk e vras mendjen unë. Jo, unë e vras mendjen, e di pse se më ka hyrë një nursa xhanie dhe nuk dua. Ylli e bërë. I shkruajta shoqeve të mia që kanë lindur. I the, moj, sa zjat ky nuri shtat xhanis, më inshallah na zjat një çik. Mirë që do fryen, po të faktit më zjasin nuri. Ja, te komentet të gjithë kështu thon, yll super yll Olta. Me vërtet se nuk i lexoj dot, se e kam celularin pak larg. Ja, po i lexoj unë vetëm kështu komplimente, më thon zemra, të gjitha. Sa qef. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. E disa ma kanë zbukuruar, nuk e ke iden. Kur kam postuar, shikon ra. Kur kam postuar foton me partnerin, foton e parë do me thënë që thash po jam shtatzar, sa mesazhe, jam kënaqur, më është bërë zemra mal, kështu. Edhe u krenova një çik se tash normale, ishte lajm i madh se janë disa personazhe që t'japin atë përshtypjen që janë gjithmonë kështu të lirë, që e kanë lirinë të pafundme dhe nuk e kanë asnjëherë në plan që të bëhen nëna ose baballar. Po. Po pse kam dhënë, gjithmonë përshtypje të gabuar kam dhënë. Po sepse nga që je tipi i çlirët, edhe se gjithmonë kërkohet një përshtypje kështu. Po e vërteta ne që të njohim ty Olta e dim që me kë po qesh aty. Çfarë të thot? Jo, nuk më thot gjë, jo. Jo s'më thot gjë, po luan atë gocën e vogël. Ti bëjmë një pyetje partnerit dhe transmetoj atij, Olta. Është larg pak, se kjo është një kështu fush këtu e madhe, shesh e madh. Ha çfarë pyetje keni, se mbase përgjigjem unë vend aty. Lore, po është larg, Lore. Nuk duam të përgjigjesh ti, jo? Jo, është larg vërtet është andaj. Olta, nëse të vjen një telefonat nga një regjisor shqiptar dhe thot, do vish direkt sa të lindësh, do bësh këtë film. Do luajmë do jesh protagoniste në këtë film. Do kishte një po apo një jo? Po. Cili është regjisori yt i preferuar në Shqipëri që nuk mund t'i thuash kurrë asnjëherë jo? Unë jam shumë e lumtur me ata që kam punuar, me thënë drejtën, nuk mund të flas me ata që s'kam punuar sepse nuk i njoh. Më vjen shumë keq që nuk kam një punë me Gjergj Xhuvanin, të ndjerin, por kështu ndodhi, kështu shkoi. S'ka asgjë të keqe. Me atë do doja të kisha një kujtim. Po me aktor me cilin je ndjer vërtet komod, aktor mashkull them. Në përgjithësi mirë jam ndjer. Shumë mirë jam ndjer me partnerët që kam pasur. Unë mendoj që jam shumë komode në set.
qofse secili bën punën e vet dhe jam shumë e komunikueshme, kështu që unë krijoj një miqësi shumë të mirë me partnerët që kam në set, kështu që nuk do doja të veçoja specifikisht dikë, sepse realisht nuk kam pas asnjë problem askënd në set. Po, aktoria që ti e ke mikesh i tregon dhe sekretet e tua, cila është? Që i tregoj sekretet e mia, nuk para tregoj sekrete unë kuptimin që unë jam shumë e hapur të tregoj përshtypje në rrethin tim të ngushtë, shumë të ngushtë miqësor. Që e ke mikesh, të ndan diçka më shumë me të. Unë në fakt mikeshat e mia që unë rri gjatë është Olta Daku, është Monika Lubonja, është Rovena Lule, është Jonida Vokshi. Kam po ashtu dhe një mikesh tjetër që s'është fare e famshme, s'ka lidhje fare, është fare e panjohur. Se nuk dua të harroj asnjë gotë. Okej. Po, Këto janë mikeshat e mia që unë ndajmë mendime dhe jemi prej shumë vitesh mikesha, 10 vjet mund të them, ose edhe më shumë. Është dhe një Ada Salia, se sa harrova, se postova sot foton me atë dhe i thash I love you more. Dhe Ada është një nga mikeshat speciale të mia, sepse kam një miqësi super të hershme me atë, që në vit par fakultet. Dhe kam një histori shumë gjatë me Adën, shumë gjatë dhe shumë. Madje ka regjisor që na thon si ka mundësi dy goca bukuroshe shkojnë kaq mirë dhe duan kaq shumë. Tash kështu. mirë, se ekziston dhe xhelozia nëpërmjet. Po. Dhe me këtë grup mikesha që përmenda, se nuk është e lehtë të jesh aktore, të jesh 5-6 goca që rrini bashkë dhe të kemi 10 vjet që rrim bashkë, kupton? Nuk është e lehtë. Kjo do të thotë që shkojmë shumë mirë dhe duam shumë njëra tjetrën. Nuk do doja të veçoja vetëm njërën, e kupton, sepse jeta është dhe me faza, kupton, dhe marrëdhëniet janë dhe me faza. E Mund të kesh më shumë pak të, pastaj mund të kesh më shumë pak atë, pastaj të gjitha bashkë, pastaj, kupton, gjëra që ndodhin janë. Po pa azarare, kuptimin në formë shumë të mirë. Po, moderatori televiziv që ti nuk mund të thuash kur jo. Moderatori? Po, ose moderatorja. Do më thënë moderatori e thash e unifikova gjinin. Si nuk mund të them jo, nuk e kuptova. Nëse të bën një ftesë, edhe në qoftë se nuk e ke me shumë qef, nuk i thua dot jo. E ke shumë për zemër, i shkon gjithmonë në studion e tij. E kuptoj. Ose të saj. Është kam një kështu dashuri të veçantë artistike një herë për Ardi Xhebren. Kam një respekt jashtëzakonshëm për atë si kantautor, njëherë jam kështu fan se ti. Dhe ai e di shumë mirë. Edhe sa herë takoja nxitën se i them të lutem këndoj një këngë, të lutem bë dhe një këngë tjetër, dhe një, po bëj edhe një. Ke qenë dhe partneri ti në një edicion të Kënga Magjike, bashkë me Arminën. Po, dhe Arminën e kam shumë i kesh, shumë i kesh. Se harrojemi tani me Shtazan, nuk e di pse, ç'është kjo Shtazanimi ti që të bën me Klero? Arditin kam një kështu, domethënë, dhe kam një feeling shumë të mirë me atë njeri. E dua shumë artistikisht, shumë fare. Edhe me Alketën gjithashtu, Alketa Vesiun. Kam një feeling dhe me atë, më pëlqen shumë. Nuk më pyete për regjizore, se do thoya vetëm Vera Grabocka. Po, ja do të pyes se ka bërë disa pyetje gati të tilla, që të përmendësh emra për këtë qëllim. Po. Për këtë qëllim vetëm Vera Grabocka. Se po na shkon ora 8 dhe më duket se këto Instagrami të mbyllin live-in pas një ore. Nuk e di, do e provoj një herë kështu. Do vazhdoj. Të ka ndodhur që ke bërë ndonjë share me dikë në prova, por që nuk ka dalë deri tani. Share? Po. Që e zënë, ke ikur nga provat, jo? Ai që kam ikur unë nga provat, që jam mërzitur unë dhe kam ikur, kam lënë provat? Për gjysmë dhe ke ikur.
Po kjo ndodh rëndom, nuk është se në profesionin tonë ndodh, sepse është profesioni i tillë. Ne kemi të bëjmë me qendjen njerëzore, merremi psikologjikisht drejt për drejt me personazhin, me veten tonë, merremi me materian dhe është gjë që ndodh. Nuk është ndonjë gjë shumë grave, kjo nuk është ndonjë gjë shumë e rëndë. Kjo është gjë krejt normale, për shkak që unë mund të them, nuk ndjehem mirë tani dhe do iki. Marr dosjen dhe iki. Kujt regjizorja ke bërë? Nuk mbaj mend, nuk para bëj unë kështu skenash. Nuk para bëj, realisht, nuk jam shumë natyre përmbajtur unë në punë, në prova, jam kështu gjermane. Nuk bëj unë kështu. Si rebele, dukesh si rebele, sikur rebele, jam rebele, po jam në kontekstin e qenurit strikte, e qenurit s'po më vjen fjala. E përpikt? E përpikt pra, po, jam shumë e përpikt, nuk bëj unë kështu filmash. Kisha dhe një pyetje në lidhje me është aty partneri se mos na thot në një gjë edhe pse është pyetje profesionale. Kam kufjo, nuk na dëgjon njëri fare. Okej. Kisha një pyetje në lidhje me puthjet skenike. Ke pasur të tilla dhe në film dhe në teatr. Cila të ka ngjitur ty vetë që e ke bërë me qef, me cilin partner? As të mbaj mend fare. Po nuk mban mend ato. Je shumë e poshtër dhe mua mos ma ik këtë që nuk i mban mend. Po nuk i mbaj mend realisht. Nuk i mbaj mend se shikoj, janë shumë të sikletshme. Se ti bën kat, bën edhe një herë nga fillimi, regjizori thot për shembull duhet nxjerrësh të ndjesi, mos nxjerr të ndjesi, kujdes dorën, kujdes kokën, mos shkosh shumë kështu, mos shkosh shumë. Nuk e ke mendje fare. Është shumë e vështirë, domethënë të madje nuk e kupton edhe ça, domethënë ti mund ta e puth dhe kur tërhiqesh, më vonë thua, ore çfarë arome kishte ky njeri, nuk as të mban mend, nuk se ke fare. Nuk po gënjej për këtë. Është sikle, jo të besoj se ti kur i thua gjërat i thua siç janë, të njoh shumë mirë. Të njoh shumë mirë. Na përmend një regjisor të huaj, se dua unë tani të përmend sa më shumë emra, që intervista të ketë atë kompleksitetin e vetë, më kupton? Po pi çaj tani, çfarë po pi? Është kakao. Kakao, okay. Të bëft mirë. Faleminderit. Kisha njohur që kisha lënë aty, harrova. Po pse nuk e mbajtë aty ta pije, se nuk duam të harrova. Jo, thjesht e harrova. Tani që të pash ty, u kujtova që jam duke pirë. Të lak pak bluzën dhe unë. Ose një orë këtu. Olta, një regjizor të huaj që ti do bëje gjithçka për të qenë pjesë e kastit të ti. Gjithçka? Gjithçka, e dha shumë kështu nota egzagjerimi, më kupton? Pyetjes, por e kuptoj. Niso, unë jam natyrë ndrimtare, po ëndrat e mia nuk shkojnë deri në pikën që të filloj ta besoj një gjë të tillë, ta mendoj kaq shumë dhe ta besoj një gjë të tillë se nuk do doja, se fillon lëndohesh. Dhe kur kthesh ai realiteti jot, pastaj shqiptar, modest, pëson një zhgënjim shumë të madh. Kështu që unë nuk e kam menduar kurrë këtë gjë, por për shembull së fundmi, me sa mbaj mend, ky filmi që e kam menduar që sa shef tisha dhe unë, ka qenë kjo Casa de Papel. Është shumë e bukur. E ndjek atë? Ai është, po. 4 seritë e fundit i mbarova brenda një nate. Me cilin nga personazhet e gjen veten që mund t'i ngjasosh? Ku te ky seriali? Te ky serial. Asnjëri. Do bëja një gjë krejt tjetër. Si një bjonde që je, çfarë nuk të pëlqen në lidhje me mitet që janë ngritur për bjondet? Që do e përmbysje me tipin tënd me njerë. Ka lidhje mitet që janë ngritur për bjondet. Këtu janë është problemi jo, Barsareta që shumë. Problemi është i njerëzve që janë si përfaqësor dhe paragjykues. Ka lidhje as mendsinë e krijojnë njerëzit, nuk e krijon natyra, nuk e krijon ngjyra.
Po, natyrisht, po çfarë nuk të përshtatet fare, që thua që thuhet për bjondet nuk është as pak e vërtet. Që jam budallaçka. Se ju brunet. Dhe ju jeni më të mençura gjatë me ju brunet. Dhe të brunet të tilla sa të duash. Pa fund. Për mos thënë. Kjo është budalliku më i madh që kam dëgjuar gjithë jetën time. Siç është budalliku më i madh që kam dëgjuar gjithë jetën time që profesioni i aktorët e kanë shumë thjesht, bëjnë qef, kanë punë qefi, fiks kështu thënë. Ama ju keni punë qefi. Po, e vërtet, duket kështu si në fakt ne që shohim nga afër profesioni i aktrimit është shumë i vështirë, se vetëm fakti që do hysh nga një personazh tek tjetri krijon ato problematikat e veta në vetë ekzistencën e personit. Nuk e di se si e ke përjetuar ti. Ka ndodhur që ke pasur probleme ekzistencialiste në kuptimin që të është dashur të hysh shumë thellë në lëkurën e një personazhi? Kur ka ndodhur kjo? Po. Ka ndodhur në fakultet më shumë. Ka ndodhur në fakultet, më vonë, më pak ka ndodhur. Jo se s'ka ndodhur fare, po ka qenë shumë më pak. Duke qenë se unë jam natyrë shumë emocionale, e ndjeshme, te mua më ndodhi në formë shumë më të lehtë se sa te një njeri tjetër që është më hermetik edhe më i ftohtë si natyrë. Po është bukur dhe kur ndodh, është bukur, është e rrezikshme, po është bukur shumë. Nxjerr shumë sime. Cila është frika jote më e madhe tani e tutje pasi të bëhesh mami? Çfarë të step kur shtrihesh vë kokën jastëk edhe mendon? E vetmja gjë që më frikson pak është që a do kem mundësi të nuk do kem në fakt të kem një liri pa kufizim orarësh, kuptimin që mund të kem një liri shumë të shkurtër, por kur ta dua unë, natën, ditën, mëngjes, e di që s'do ta kem. Kjo është vetëm gjë që më çudit pak, dhe them inshallah ambientohem mirë, pastaj për gjitha të tjerat një lloj frike edhe asnjë lloj mezi po pres në fakt. Po emrin e keni menduar, veçse i keni menduar dy versionet? Po unë nuk e di pra e kam çuna apo got. Jo, po janë dy mundësi janë. Jo, akoma. Kam lexuar shumë emra, po nuk kam akoma një emër që të vërtet të godas që mund ta vendosësh. Po. Olta, dhe një pyetje do të bëj për operacionet plastike. Gjithmonë e komentuar si artistja që nuk e bër asnjë ndërhyrje në trupin dhe pamjen tënde. Asnjë. Të ka munduar asnjëherë të bësh diçka? Jo. Ndihesh e lumtur me pamjen tënde? Shumë. Shumë e lumtur. Shumë. Nuk do të bësh asnjëherë të bësh diçka? Nuk e di këtë. A do ndodhi ndonjëherë, po edhe nëse do ndodhi, unë jam shumë klasike në shije dhe mendoj që kam shije shumë elegante, dhe nëse do ndodhi do jetë në një gjë kështu gati e padukshme. Po kështu ndryshimet e mëdha, unë nuk mundem dot si natyrë t'i pranoj. Unë nuk kam lidhje fare me natyrën që njerëzit komentojnë. Unë jam komplet ndryshe. Unë kam një jetë që mendohem, a ti bëj 2 fije kafe të flokët apo jo. Do me thënë unë as kaq nuk ndryshoj dot. E di të njoh një set fotosh të bëj. Ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu. Kështu që nuk jam njëri që bëj ndryshime të mëdha kollaj. Madje e kam tepër të vështirë të dal nga kjo guacka ime, e kam shumë të vështirë. Mirë, ato fotot kur të bësh ceremoninë e dasmës, do na i shesësh apo do të bëjmë ti vjedhjem? Më mirë vidhini. Vidhini se po ju ashita unë jam shumë e mirë në biznes. Do ju amas mirë kokën. Do jetë një dasmë në breg të detit? Po, besoj po. Besoj po, nëse do jetë patjetër buzdetit, sepse është gjë që unë dua më shumë. Olta, unë nuk naqa. Shumë edhe unë. Ishte një si mes shoqesh,
Po. Unë shoh shumë mirë, jam shumë e lumtur që të shoh, vërtet të dua fort, Edhe unë ty. si një